Shqipëria ka marrë dritën jeshile për miratimin e IBAR, pikave të ndërmjetme që do t'i hapin rrugë procesit të mbylljes grup kapitujve. Koela, grupi i punës për zgjerimin në Këshillin e Bashkimit Evropian, miratoi këtë të njëjtë qëndrimin e përbashkët të 27 vendeve anëtare që pritet kaloj nesër në mbledhjen e ambasadorëve, ndërsa të martën e ardhshme, në datën 26 maj, pritet të zhvillohet konferenca ndërqeveritare ku Shqipëria do të përfaqësohet nga kryeministri Rama. Kjo javë e rëndësishme përmbyllet nesër me Komitetin e Përfaqësuesve, për të ecur javën tjetër me konferencën ndërqeveritare. Ishte Tauland Balla, kreu i grupit të PS-s që njoftoi fillimisht nga obori i kuvendit se Shqipëria më në fund kaloi një prej fazave më të rëndësishme në procesin e integrimit. Burime zyrtare pranë Këshillit të BE-s konfirmuan për Report TV se pas raportit të vlerësimit të piketave të ndërmjetme, të hartuar nga Komisioni Evropian i njohur si IBAR, përfaqësuesit e vendeve anëtare në Koela, grupin e punës për zgjerimin, kanë rënë dakord në mbledhjen e mbajtur këtë të njëjtë për një draft të përbashkët që do të miratohet të premten pasdite në Koreper, mbledhja e ambasadorëve të 27 vendeve. Më 26 maj të martën e ardhshme, kryeministri Rama do të jetë në Bruksel, ku është parashikuar organizimi i konferencës ndërqeveritare në orën 19:30. Disa ditë më parë, në një përgjigje për Report TV, Këshilli i Bashkimit Evropian dha sinjalet e para se 27 vendet e bllokut kanë bërë një përparim të mirë në diskutimet për ecurinë e Shqipërisë në negociatat për antarësim dhe se kishte optimizëm të matur se së shpejti do të arrijej konsensusi. Diskutimet në grupin e punës në Koela për një draft të përbashkët mbi ecurinë e Shqipërisë nisën në fillim të marsit, pasi Komisioni Evropian i dorëzoi vendeve anëtare IBAR-in, i cili përfshin fusha delikate si sundimi i ligjit e drejtësia. Për Komisionin Evropian, Shqipëria i kishte përmbushur detyrimet. Në draftin e dakordsuar që ka pësuar vazhdimisht ndryshime, 27 vendet kanë përcaktuar piketat e reja për fazën përmbyllëse të procesit të bisedimeve, duke i hapur rrugë mbylljes së grup kapitujve. Që nga muaji mars, kur u zhvillua edhe mbledhja e parë e Koelas për Shqipërinë, ka patur disa takime të tilla mes vendeve anëtare nga Komisioni Evropian, një proces i cili zgjoi në Shqipëri dilema dhe hamendësime, sidomos nga opozita, për ngecje apo deri në ngrirje të procesit të antarësimit, kryesisht lidhur me refuzimin e SPAK për arrestimin e ish numri 2 të qeverisë Belinda Balluku, por për Report TV, Këshilli shpjegoi se diskutimet ishin në ritmin e tyre normal dhe se koha e marrë ishte plotësisht e nevojshme për diskutime të kësaj natyre. Shqipëria hapi në një kohë rekord të gjithë grup kapitujt e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian dhe miratimi i IBAR-it ishte pengesa e fundit për t'u kapërcyer në mënyrë që procesi i negociatave të hyjë në fazën e mbylljes së grup kapitujve. Kuvendi nisi sot paradite në orët e para seancën plenare ku ishin parashikuar disa interpelanca, pyetje dhe përgjigje për të cilën do të shkoj tani në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Daniela Maloku, të cilën me sa shoh e kam në linjë. Daniela, të përshëndes, çfarë po ndodh aktualisht në seancë dhe çfarë u zhvillua gjatë ditës? Aktualisht në fakt ka kaluar në pjesën e diskutimeve për projekt ligje dhe po diskutohet marrëveshje financiare sa i takon Portës Alpeve, një marrëveshje e cila ka ngjallur debate që në nisje të kësaj pike, pasi opozita akuzon se do të jetë një mekanizëm i radhës për të përdorur për zgjedhjet e ardhshme vendore, ndërsa ministri i infrastrukturës zoti Enea Karakaçi po shpjegon se për çfarë do të përdoret financimi që pritet marrë miratimin në seancën e sotme plenare e mëtej edhe të vi si një mbështetje financiare se e takon investimeve në qarkun e Shkodrës kryesisht. Ndërsa më herët gjatë ditës Arlind ka patur një sër interpelancash të cilat janë zhvilluar mes deputetëve të opozitës dhe antarëve të Këshillit të Ministrave, më të rëndësishme kanë qenë ato të zhvilluara mes ministres së shëndetësisë zonjës Evis Sala me fillimisht deputetin e Partisë Demokratike zotin Sajmir Korreshi, por edhe me deputetin e Partisë së Lirisë zonjën Erisa Xhixho.
të cilët në fakt kanë ngritur shqetësime lidhur me situatën e shëndetësisë në vend. Deputeti Korreshi kryesisht për spitalin e zonës që po themi mbulon atë të Lushnjës, ndërsa zonja Erisa Xhixho për gjendjen e sistemit të shëndetësisë në përgjithësi. Megjithatë, pika më e rëndësishme e rendit të ditës pritet të jetë ajo kur do të diskutohet për rregulloren e re, pasi të gjitha palët Arlind kanë rënë dakord mbi draftin që do të miratohet si pike fundit e rendit të ditës në këtë seancë të kësaj të enteje. Rregulloria e re ka marrë dakordsi në Këshillin për Rregulloren dhe Mandatet gjatë mëngjesit të sotëm, ku është votuar unanimisht mbi ndryshimet që do të pësojë rregulloria e kuvendit, që kryesisht ka të bëjë me një sër pikash që po themi vjen edhe si detyrim nga vendimi i gjykatës kushtetuese mbi arkitekturën e re të kuvendit, që lë të pandryshuar propozimin e socialistëve për 11 komisione parlamentare dhe nga ana tjetër plotson, po themi, kërkesat e Partisë Demokratike mbi raportimet e institucioneve të pavarura dhe institucioneve të drejtësisë, lë të pandryshuar kohën e fjalës 10 minuta për deputetët në seancat plenare, ndërsa barazon antarët e sekretariatit të etikës mes opozitës dhe mazhorancës. Janë disa këto nga pika që kanë marrë dakordsinë e të dyja palëve, ndërsa pritet që të miratohet në përfundim të seancës bashkë me projekt ligjet e tjera që janë në rend të ditës. Po? Daniela, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe këtë pasqyrë, këtë panoramë të zhvillimeve gjatë ditës së sotme në kuvend. Mbetemi tek zhvillimet e politikës, ku Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë arritur dakordsi për ndryshimet në rregulloren e kuvendit. Palët ranë dakord që në seancë plenare të raportojnë vetëm institucionet e përcaktuara shprehimisht në kushtetut, një rregull ky që përjashton SPAK-un dhe ja delegon në Komisionit Xhafaj këtë. Me rregulloren e re, përjashtimet e deputetëve pezullohen në rast ankimimi. Marrëveshja ndërkohë parashikon gjithashtu edhe ndërprerjen e seancave në orën 22. Parlamenti rikthehet traditës së miratimit me konsensus politik të rregullores. Pasi javën e kaluar, Partia Socialiste dhe Demokratike ranë dakord për një tekst të përbashkët të rezolutës për integrimin evropian të vendit. Palët arritën të gjejnë gjuhën mes tyre edhe për ndryshime në rregullore. Dakordësia u arrit gjatë së mërkurës në prag të seancës parlamentare të kësaj të enjte. Raportimi i institucioneve të pavarura në parlament ka qenë një ndër pikat më të debatuara. Socialistët kishin propozuar që raportimet të bëheshin vetëm në komisionin parlamentar dhe jo në seancë. Por, gjatë negociatave, palët kanë rënë dakord që të mos shmanget seanca, por aty të raportojnë vetëm një pjesë e institucioneve. Avokati i popullit, prokurori i përgjithshëm, drejtuesi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, drejtuesi i Këshillit të Lartë Gjyqësor, Inspektorati i Lartë i Drejtësisë dhe kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, dhe jo institucione të tjera siç është SPAK-u. Në raportimet në komisione lihet hapësirë që jo domosdoshmërisht të shkojë titullari. Komisionet përgjegjëse hartojnë një projekt rezolute e cila më pas i kalon Komisionit Xhafaj. Këtu do duhen të paraqiten drejtuesit e institucioneve të pavarura për të diskutuar tekstin e projektit të rezolutës, e cila mund të pësojë ndryshime. Ndryshime pësoj dhe formula e propozimeve të kandidatëve për institucionet e pavarura, ku tani e tutje, një deputet ka të drejtë të mbështesë me firmë vetëm një emër. Në propozimin e Partisë Socialiste thuhet se të gjitha ligjet e integrimit duhet të kalonin me procedurë të përshpejtuar, por pas insistimit të Partisë Demokratike, këto ligje do të kalojnë në kuvend me procedurë normale përveç rasteve kur kërkohen nga qeveria me kërkesë të arsyetuar. Numri prej 11 komisionesh parlamentare mbetet i paprekur. Po ashtu, edhe koha në dispozicion për fjalimet e deputetëve do të vijojë të jetë 10 minuta, e jo më 5, sikurse ishte propozuar shumica në ndryshimet e saj. Shumica ka pranuar propozimin e Partisë Demokratike që me kërkesën e një kryetari i grupi parlamentar, seanca plenare të ndërpritet në orën 22 dhe të rifillojë ditën pasardhëse. Po ashtu pranua dhe kërkesa tjetër e opozitës që masa disiplinore të pezullohen automatikisht nëse ankimohen në byron e kuvendit. Masa disiplinore nuk do të llogariten më me ditë pune, por me ditë kalendarike, ndërsa sekretariati i etikës do të jetë me numër të barabartë antarësh, një sekretar dhe 5 antar, në raporte të barabarta ndërmjet shumicës dhe pakicës parlamentare. Për të zhbllokuar ngërçin, në rast se votat ndahen në mënyrë të barabartë 3-3, vota e sekretarit është përcaktuese.
Socialistët ndryshuan në mënyrë të njëanshme rregulloren e parlamentit në nisje të sesionit të ri vjeshtën e kaluar. Ato kundërshtuan me forcë nga opozita, e cila e çoi çështjen në gjykatën kushtetuese. Ky i fundi gjeti shkelje në procedurat e ndjekura nga shumica, çka pasoi kthesën e socialistëve për të bërë ndryshime. Në një akt të paprecedent, Komisioneri Shtetëror I Zgjedhjeve Ilirian Celibashi dha dorëheqjen nga shqyrtimi një kërkese për heqjen e mandatit të kryetarit të Bashkisë së Kuçovës, Kreshnik Hajdari. Vendimi I tij erdhi pas kërkesës së përfaqësuesit Lefter Maliqi që Celibashit mos jepte vendim për shkak se ishte shprehur një herë më parë për të njëjtën çështje. Tërheqja e Celibashit duket se u fut tani më në ngërç për të gjithë procesin. Këtë të ejtë, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve duhet të shqyrtonte dhe të vendosë në lidhje me mandatin e Kreshnik Hajdarit, pas një shkresë të prokurorisë së posaçme, e cila konfirmoi se ai është dënuar nga GKKO dhe dënimi ka marrë formë të prerë në korrik të vitit 2024. Përfaqësuesi I kryetarit të Bashkisë Kuçovë tha përpara komisionerit Ilirian Celibashi se Hajdari, I cili ndodhej në mbledhje, nuk ishte në shkelje të ligjit, madje dorëzoi edhe një dëshmi penaliteti. E Kreshnik Hajdarit, I cili nuk përfshihet në kushtet e ndaluese të ligjit me numër 138/2015 dhe vazhdimin e ushtrimit të mandatit të tij si kryetari I Bashkisë. Hajdari u dënuar përfundimisht me vendim të formës së prerë në korrik të vitit 2024 me 6 muaj burg, por ju konvertua në shërbim prove. Sipas kodit penal, në përfundimin e ditëve të shërbimit të provës, dënimi quhet I paqen. Për këtë arsye, Hajdari rezultoi ligjërisht I padënuar. Por debati për mandatin e Hajdarit mori një kthesë të papritur kur Arben Langozi, avokati Lefter Maliqit, ish kandidat për Bashkinë e Kuçovës dhe njeriu që vuri në lëvizje KQZ-n, kërkoi që Celibashi të tërhiqej nga çështja. Jem drejtuar Komisionit Shtetëror Zgjedhjeve duke kërkuar përjashtimin e komisionerit zotit Ilirian Celibashi për arsye se ju në cilësinë e drejtuesit më parë keni dhënë një mendim që keni ju ato praktikat tuaja dhe këtë jo praktik, pra ju keni dhënë në vendim zgjidhje në merit dhe ne nuk mund të presim një vendimarrje ndryshe pavarësisht se në një akt të paprecedent, Komisioneri Shtetëror I Zgjedhjeve e pranoi kërkesën. Si përfaqësues I organit administrativ në fjalë e konsideroj veten në konflikt interesi, kështu që po heq dorë nga shqyrtimi I kësaj çështje. Të gjitha palët, madje edhe vetë kërkuesi mbetën të habitur nga vendimi I Celibashit, për shkak se çështja tani më nuk dihet si do të vijojë, pasi jo vetëm që nuk ka ndodhur kurrë më parë, por as ligji nuk e parashikon një gjë të tillë. Baki Goxhaj, shqiptari që u ndalua nga autoritetet izraelite teksa çonte ndihma humanitare në Gaza, po kthehet për në Shqipëri. Ai u nis me avion drejt Stambollit, fal një misioni special të qeverisë turke për të transportuar nga Izraeli aktivistët e flotës humanitare Global Sumud. Videoja e shpërndar nga Ministri I Sigurisë Kombëtare Izraelite Ben Gvir, ndërkohë shkaktoi ndinjat në të gjithë botën, përfshirë edhe në Shqipëri, ku u dënua këtë të njëjtën. Në bordin e një prej anijeve të flotiljes Sumud, Baki Goxhaj, shqiptari I vetëm pjesëtar I grupit të aktivistëve që ishin nisur për të dërguar ndihmë në Gaza, u ndalua që prej të hënës nga forcat e ushtrisë izraelite. Ministria e Jashtme shqiptare njoftoi fillimisht se po e trajtonte çështjen me prioritet, ndërsa vetëm mbrëm konfirmoi praninë e tij në territorin izraelit. Bakiu, pjesë e forumit Palestina e Lirë, kishte komunikuar në forume të ngjashme në Itali ku dhe kishte aplikuar për të bërë pjesë e flotiljes Sumud. Siç tregoi mbrëm për Report Televizion, bashkëshortja e tij ai kishte shkuar në muajin mars për të bërë një trajnim dhe vetëm pak ditë para nisjes së flotiljes ishte konfirmuar që do të bëjë pjesë e saj. Pak pas mesditës mësohet se Goxhaj është nisur me një avion drejt Stambollit ku e pret konsullata shqiptare atje dhe më pas do transferohet për në Shqipëri. Fluturimi I tij nga Izraeli u mundësua fal një operacioni special të organizuar nga qeveria turke për kthimin e aktivistëve humanitar të flotës Sumud, të cilët prej 48 orësh mbaheshin në Izrael nga forcat e sigurisë, pasi u kapën 450 milje larg brigjeve të Gazës të hënën, teksa ishin drejtuar bllokadës detare për të dërguar ndihma humanitare. Ndalimi I aktivistëve të flotës humanitare globale Sumud ngjalli ndinjat të thellë botërore, sidomos pas të mërkurës, kur ministri Izraelit për sigurinë kombëtare Ben Gvir shpërndau pamje skandaloze në rrjetet e tij sociale, ku dukeshin aktivistët e keq trajtuar dhe ku vetë ministri tallej me ta.
Reagimet kundër sjelljes së ministrit izraelit ishin të shumta në të gjithë botën, përfshirë krerë shtetesh apo qeverish, të cilët dënuan trajtimin ndaj aktivistëve dhe sjelljen e gvir. Sot gjesti i ministrit izraelit u dënua dhe nga Shqipëria. Ministri i jashtëm Ferit Hoxha shkroi në platformën X se imazhet e publikuara nga ministri Itamar Ben Gvir, që tregojnë trajtimin poshtërues të aktivistëve të ndaluar të flotiljes, janë tronditëse dhe të papranueshme. Të gjithë personat e ndaluar duhet të trajtohen me dinjitet dhe në respekt të plotë të drejtave të njeriut, ligjit ndërkombëtar dhe ligjit humanitar, theksoi ministri i jashtëm shqiptar. Problematikat që Sajmir Koreshi ka ngritur vazhdimisht për spitalin e Lushnjës këtë herë ja parashtroi në seancë ministres shëndetësisë Vis Sala. Gjatë interpelancës, demokrati renditi disa shqetësime nga mungesa e aparaturave deri tek medikamentet, por situata sipas ministres është krejtësisht ndryshe. Mëngjes se unë po ju ofroj mëngjesin e spitalit Lushnjë, pacient. Kështu e nisi interpelancën me ministren e shëndetësisë, Sajmir Koreshi, deputeti demokrat i cili prej kohësh kishte kërkuar sqarime për gjendjen e spitalit të Lushnjës, që sipas tij është në degradim total. Me tonë erë ironike herë tash pra deri në akuza, Koreshi listoi problematikat kryesore që nga infrastruktura e deri tek mungesa e medikamenteve, problematika që sipas tij ka evidentuar edhe vetë Ministria e Shëndetësisë përmes një auditi. Kushtet e gatimit dhe kushtet e lavanderisë ishin të papërshtatshme duke rritur riskun e shkaktimit të infeksioneve dhe dëmtimeve vigonat, surumet të ringer, sidomos vigonat në pediatri. Antibiotiku levofloxacin intravenoz, antibiotiku amikacin, antibiotiku cefriakson intravenoz. Dungojnë. Jenë djeniti që nuk keni asnjë lloj ekoje, edhe atët mamografis e ka e ka sjell dhurat komuniteti islamik. Por edhe pse realiteti është një, kënd vështrimet janë të ndryshme. Ministre Vis Sala para deputetëve pasqyroi një panoram krejtësisht ndryshe, jo harrese, por investimesh. Qytetarët ka nevojë për të vërtetën, jo për alarm politik të fabrikuar. Investimi ka nisur gjatë vitit 2026 dhe punimet kanë filluar zyrtarisht në 4 mars të këtij viti. Ndërhyra po realizohen në godinën numër 3 të spitalit, ku funksiononin urgjenca, imazhëria, kirurgjia, reanimacioni dhe patologjia. Spitali Lushnjës disponon CT scanner, aparate radiografie, mamografi funksionale, aparatura ekografie dhe pajisje të tjera laboratorike e kirurgjikale. Parashtrimin e gjatë të ministres se qeveria nuk e ka braktisur atë zonë, Koreshi e ironizoi pa asnjë droj. Ju flet Tirana, dham lajmet, më nxori mallin e revistës televizive të zonjës Teft Aradi. Tur para shqiptarëve nuk ju vjen? Po hajde pra shkojmë Lushit të dy dhe të shikojmë se çfarë strukture ke. Koreshi dhe ministria Sala u përfshin në replike dhe për një nga shërbimet kryesore siç është dializa. Aktualisht janë 51 pacient nga Lushnja që marrin shërbim dialize. 34 pacient në Fier, 12 në Durrës, 3 në QSUT dhe 2 në Berat. Spitali i Lushnjës mbulon pagesën e transportit për pacientët e dializës. As i leks marrin. Lëm punën prindrit e tyre, lëm punën njerëzit e tyre, djemtë, vajzat, lëm punën për t'i çuar në Fier, Lushnjë ta bëj për 52 veta. Me 2 infermier lushtar. Haram lekë të shqiptarëve. Koreshi solli në vëmendje edhe një rast familjar të tip, si për të demonstruar se shërbimi spitalor në Lushnjë është në pikën e tij më të keqe. I mbasi telefonin i bën e kërgas o dik se s'ke gjë. Për një eko vdiq. Tu ishte konstatuar me një eko, zemra zmadhur dhe ai 38 vjeç, do kishte shpëtuar. Ministria Sala zhvilloi edhe një tjetër interpelancë me deputeten e Partisë së Lirisë Erisa Xhixho për situatën në Spitalin e Traumës, i cili pjesërisht është në rikonstruksion. Sipas Xhixhos, shumë shërbime bazë nuk ofrohen më për shkak të punimeve, por këto pretendime u mohuan nga ministria. Pushim të menjëhershëm të çështjes kërkon ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj në akuzë për koncensionin e sterilizimit. Sipas tij, gjithë procesi ka qenë në shkelje, sidomos fakti që akuza i është formuluar nga gjykata dhe jo prokuroria. Në rast se pushimi nuk pranohet, ai thotë se çështja duhet pezullohet dhe të dërgohet për vendim në gjykatën kushtetuese. Beqaj për herë të parë mori pjesë në gjyq jashtë kafazit të xhamit dhe pranë avokatit të tij.
Ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj në seancën gjyqësore të kësaj të enjte në GKK nuk ju desh të rrinte i mbyllur në kafazin e xhamt. Ai bëhet i pari pandehur që i rëndon një mas siguria rreth në burg që gjyqin e ndoqi kër avokatit të tij dhe i paprangosur. Kërkesa për të gjykuar jashtë kafazit ju pranua nga gjykata disa javë më parë, ndryshe nga shumë të pandehur të tjerë, të cilëve GKK ja ka mohuar. 2 punonjës policie qëndruan gjatë gjithë kohës në sallë për të garantuar sigurinë. Seanca për dosjen e sterilizimit vijoi normalisht, ndërsa ish-ministri dhe avokati i tij kërkesën kryesore kanë pushimin e çështjes. Fakti që akuzën ndaj tij e ka kërkuar gjykata në seancë paraprake dhe jo prokuroria për Beqajn është shkelje flagrante e kushtetutës dhe për këtë arsye procesi nuk mund të qëndrojë. Sipas avokatit të Beqajt, gjykata nuk mund të jetë burimi i akuzës. Beqaj nuk mund të gjykohet për akuzat e reja pasi nuk ekziston një akt i shkruar, ndërsa vetë ish-ministri i shëndetësisë tha se një gjë është e qartë, që akuza ndaj meje nuk është bindja e prokurorit. Për sterilizimin, ish-ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj po gjykohet për akuzat e vjedhjes duke shpërdoruar detyrën dhe grupi strukturuar kriminal. Prokuroria kishte çuar për gjykim çështjen vetëm për shpërdorim detyre. Nga ana tjetër, 8 të pandehurit e tjerë, përfshirësisht zëvendës ministrin Klodian Rjepaj dhe biznesmenin që fitoi koncesionin Ilir Rapaj janë dënuar në procese më vete me gjykim të shkurtuar. Dhe të 2 të fundit u është rrëzuar nga gjykata akuza e grupit të strukturuar kriminal. Pra Beqaj mbetet vetëm në grup kriminal. Nëse togat e zeza e rrëzojnë kërkesën për pushim, tha Beqaj, atëherë çështja duhet të shkojë për interpretim gjykatës kushtetuese, për nenin që i lejon gjykatës të shqyrtojë akuzat të formuluara prej saj. Mëtej, Beqaj përmes mbrojtjes së tij paraqiti një paketë kërkesash paraprake, duke kërkuar që gjykata të shprehet për to përpara hapjes së shqyrtimit gjyqësor. Plot 16 kërkesa, duke filluar nga ligjshmëria e hetimeve, vlefshmëria e akteve procedurale dhe përdorshmëria e provave të tij. Për të gjitha këto kërkesa, Beqaj tha se këto nuk janë thjesht mangësi formale, por cënime që prekin vetë ekzistencën e një akuze të vlefshme, ligjshmërinë e hetimeve dhe të drejtën për një proces të rregullt. Në qëndrimin e tij, ish-ministri theksoi se nuk kërkon të shmangë drejtësisë përmes procedurës, teksa deklaroi gjithashtu se është i pafajshëm për të gjitha akuzat dhe është i gatshëm të përballet me çdo akuzë për çdo qindarg dëm të pretenduar në çfarëdo lloj forme ndaj shtetit shqiptar. Duke marrë parasysh volumin e kërkesave, trupa gjykuese përbërë nga kryesosja Rudina Palloj dhe gjyqtarit Irena Gjoka dhe Erion Çela vendosin ndërprerjen e seancës dhe vimin e saj më 9 qershor. Ilir Beqaj për dosjen e sterilizimit po gjykohet pa mas sigurie, ndërsa arresti në burg ndaj tij rëndon për dosjen tjetër atë të Saspak. Një draft me 16 ndryshime në ligjin për policinë e shtetit është depozituar të mërkurën në kuvend nga deputeti socialist Bujar Rexha. Propozimet e tij heqin konkursin në policinë e shtetit për të gjitha postet drejtuese përveç atij të kryepolicit. Ky i fundit, sipas Rexhës, duhet të qëndrojë brenda uniformave blu edhe pasi të ketë mbaruar mandati, ndërkohë që propozohen edhe një fleksibilitet më i madh në dhënien e gradave. Ndryshimet e miratuara në korrik 2024 në ligjin për policinë e shtetit për herë të parë sollën garën për postet më të rëndësishme drejtuese të blut. Drejtori i përgjithshëm, drejtuesit e departamenteve, drejtorët e drejtorive të qarqeve dhe shefat e komisariateve do të zgjidheshin me konkurs nga një komision që përzgjedh kandidaturat, rendit dhe pikëzon nga më i miri te më i dobti. Gjatë funksionimit të këtij ligji, 2 drejtuesit e fundit të policisë së shtetit, Ilir Proda dhe Skënder Hita, u zgjodhen me konkurs përfshirë vartësit e tyre drejtues. Por 2 vite më pas, deputeti i Partisë Socialiste Bujar Rexha ka depozituar në kuvend një projekt ligj të ri për policinë e shtetit, përmes së cilit kërkon ndryshime. Më konkretisht, Rexha kërkon heqjen e garës për postet kryesore të blut, përveç kryepolicit, dhe për këtë ka disa argumente në relacionin shpjegues. Procedura për zgjedhjes së drejtuesve të strukturave të nivelit të lartë policore është kthyer në pengesë në vetë ushtrimin e veprimtarisë së tyre, kanë ulur ndjeshëm reagimin dhe produktivitetin e veprimtarisë, qoftë administrative apo ashtu edhe operative, për shkak të një procesi konkurrimi të zgjatur në kohë dhe pa produktivitet për zgjedhje. Zhvillimi i këtij procesi ka shtuar procedurat burokratike, formale dhe as pak efektive për zgjedhjen e drejtuesve në pozicione të larta drejtuese, ato të zëvendës drejtorit të përgjithshëm, drejtorit të departamentit, drejtuesit vendor dhe drejt tek shefi i një komisariati. Tashmë me ndryshime ligjore të depozituara në kuvend, deputeti socialist propozon që emërimi i të gjitha këtyre pozicioneve të kalojë përmes drejtorit të përgjithshëm, disa me vul ministri e të tjerët me emërim direkt. Një tjetër ndryshim ligjor i propozuar
rregullon një çështje mjaft të debatuar. Ligji aktual thotë që në momentin që kryepolici largohet nga detyra, përfundon mandatin, ndërhiqet apo shkarkohet, nuk mund të kthehet në gradë më të ulët se ajo drejtues madhor, duke lënë përfundimisht policin. I lejohen vetëm detyra në mësimdhënie. Deputeti Rexha propozon që pas largimit nga detyra më madhore në polici, t'i jepet grada drejtuesi parë dhe në këtë mënyrë të vijojë karrierën në polici në funksione të ndryshme, me pa të drejtë rikthimi në detyrën e kryepolicit. Ndryshime propozohen edhe në sistemin e gradave. Deri më tani, të gjitha nivelet e gradave në polici kalonin nga një në tjetrën në 5 vite diferencë, por Rexha propozon që gradat komisar në kryekomisar dhe kryekomisar në drejtues të shkurtohen në 4 vjet. Një afat prej 5 vitesh për secilën gradë vlerësohet më shumë si kriter formal dhe i të zgjatur duke krijuar një demotivim të profesionistët që prodhojnë rezultate. Drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit i jepet kompetencë për të shpërblyer me rritje në gradë edhe për raste të veçanta, pa kaluar pragun e viteve të përcaktuara. Në shenjë vlerësimi për akte heroike, sakrifica apo rrezikshmëri të lartë të ndërmarrë në shërbim të rendit dhe luftës kundër krimit, kryepolici mund të shpërblej punonjës të caktuar me gradën pasardhëse. Ndryshimet e propozuara pritet të kalojnë me radhë në komisionet parlamentare, aty ku pritet jo pak debat mes pozitës dhe opozitës. Pas komisioneve, brenda sesionit parlamentar, pritet votimi në kuvend. Babai të shumë të kërkuarit Ervis Martinaj dëshmoi në gjykatën e SPAK aty ku prokuroria e posaçme kërkon t'i konfiskojë rreth 10 milion euro pasurinë e emër të tij dhe familjarëve. Mustafa Martinaj tha se pasurinë e ka ngritur me punë të ndershme dhe thekson se ka qenë ai që e ka ndihmuar të birin Ervis Martinaj kur la përgjysmë studimet për ekonomik në Itali dhe u kthye në Tiranë. Për të birin si çdo prind nuk kurseu superlativat. Me bindjen se i biri ka ndërruar jetë dhe është vrarë nga rivalët, babai i Ervis Martinajt shpreu zhgënjim përpara tokave të zeza, pse merren me pronat e familjes dhe nuk zbulojnë se ku ndodhet trupi i tij. Më vjen turp që vi për lecka i për tulla dhe nuk jam thirrur ndonjëherë nga ana juaj. Kam dhënë deklarime për vrasjen e tij. Nga ana juaj asnjë sinjalizim. Mustafa Martinaj, babai i zhbosit të lojrave të fatit, dëshmoi në gjykatën e posaçme në procesin ku SPAK kërkon konfiskimin e 34 pasurive me vlerë rreth 10 milion euro të Ervis Martinajt dhe personave të lidhur me të. Përpara trupit gjykues, 73 vjeçari tha se ka punuar një jetë për të pasur të ardhurat që sot SPAK akuzon se janë përfituar nga aktiviteti kriminal i të birit. Pas 97-ës jam marrë me aktivitet privat. E kam nisur me një kancelari dhe fotokopje. Për 3 vjet kam qenë kambist. Kam filluar punë si administrator ekzekutiv i institucionit financiar UFT në rrethin e Laçit me 3 pika. Mua që më sheh këtu, individ si qisha kam qarkulluar i vetëm nga Tirana me mbi $800.000 cash. Karta e telefona në 12 të natës në periudhën më të vështirë. Në 99-ën bandat ishin rrugës. Jati Ervis Martinajt, i cili për SPAK zyrtarisht është në kërkim ndërkombëtar, pretendon se një pjesë e pasurive është ngritur përmes kredive. As 30% e aktivitetit tim nuk është pasqyruar. Kam rreth 3.5 milion euro të ardhura dhe rreth 6 milion kredi. Këto jam në gjendje të vërtetoj me vërtetimet e bankës. Kam blerë përmes bankës lokalin Arbëria. Të birin një prej emrave më të përfolur të krimit organizuar, i zhdukur prej 4 vitesh tashmë, Ecilson Puntor, nxënës të përkushtuar dhe që kur nuk i solli asnjë shqetësim. Deri në vitin 2008, asnjë nga fëmijët nuk bënte punë, ishin në shkollë. Ervis Martinaj ishte student në Parma të Italisë. Ka shkuar rreth viteve 2000-2021 me bursë dhe studioi ekonomi, por nuk e përfundoi dhe u kthye në Tiranë. Me ardhen nga Italia më ka kërkuar ndihmë, i kam blerë një makinë. Ervis Martinaj është shpallur në kërkim ndërkombëtar me urdhër të SPAK-ut pas dëshmive të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani, i cili ka deklaruar ndër të tjera se Martinaj kishte premtuar 500.000 euro për të vrarë Indrit Doklen. Në fillim të vitit 2022, sekuestroi 34 pasuri në total nga aksione në kompani të ndryshme, makina, sipërfaqe të tëra tokash, deri te llogaritë bankare. Në rreth 2500 përballje gjyqësore në vit që bashkitë kanë me biznese apo individ, ato pritet të mbrohen nga avokati i shtetit. Ndryshimi ligjor që vjen si propozim i Këshillit të Ministrave dhe tashmë është në konsultim publik, pritet të japë një ndihmë themelore pushtetit vendor, si në ekspertizë ashtu edhe financiarisht. Avokati i shtetit të mbrojë të gjitha bashkitë në përballjet gjyqësore dhe ligjore. Ky është propozimi i qeverisë e cila ka hedhur për konsultim publik ndryshimet e reja në ligjin për avokaturën e shtetit.
Projektligji parashikon që përfaqësimi nga ana e avokatëve të shtetit për njësitë e qeverisjes vendore të bëhet në të gjitha nivelet e gjykatave, pa pasur nevojë për autorizim të posaçëm. Aktualisht kjo asistencë juridike ofrohej vetëm përmes marrëveshjeve të posaçme dhe kundrejt pagesës. Në relacion thuhet se bashkitë kanë shprehur pamundësi për të përballuar kostot dhe se rreth 90% e rasteve kanë pasur nevojë për përfaqësim juridik nga avokatura e shtetit. Nëpërmjet këtij parashikimi, tashmë avokatura e shtetit do të kryejë të njëjtën mbrojtje dhe përfaqësim për bashkitë si ajo që aktualisht kryet për tek organet qendrore. Në rastet kur pushteti vendor do të jetë në përplasje me organet e administratës shtetërore, atëherë këta të fundit do të jenë prioritar. Drafti me 7 nene i depozituar në parlament parashikon krijimin e një funksioni të ri, atë të ndihmësit ligjor të avokatit të shtetit për të rritur kapacitetet e këtij institucioni. Ndihmësit ligjor do të jenë juristë sapo diplomuar me rezultate të larta, të cilat do të ndihmojnë avokatët në analizën e praktikës gjyqësore, përgatitjen e mbrojtjeve standarde dhe hetimet administrative. Kandidatët duhet të kenë përfunduar studimet në drejtësi në 3 vitet e fundit me mesatare 9 deri në 10 dhe të kenë të paktën 1 vit eksperiencë pune juridike. Sipas relacionit, ndryshimet vijnë për shkak të ngarkesës së lartë të punës. Avokatët e shtetit ndjekin mesatarisht 7 deri në 10 seanca gjyqësore në ditë, ndërsa institucioni trajton rreth 12.000 çështje të reja në vit. Me përfshirjen e çështjeve të pushtetit vendor, ngarkesa pritet të rritet me rreth 20%, pasi vetëm çështjet ndaj bashkive llogariten rreth 2500 në vit. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm lidhet me mënyrën e emërimit të avokatëve të shtetit. Përveç kandidatëve që dalin nga shkolla e magjistraturës, projektligji hap rrugën që avokatë shtetit të emërohen edhe persona me mbi 7 vite eksperiencë si ndihmës ligjor në avokaturën e shtetit, ose jurist me mbi 10 vite eksperiencë si avokat, pedagog të së drejtës apo jurist në administratën shtetërore. Kjo bëhet për shkak të mungesës së kandidatëve nga shkolla e magjistraturës dhe vakancave të shumta në institucion. Aktualisht avokatura e shtetit ka 12 vende vakante dhe pritet të plotësoj vetëm 4 prej tyre deri në vitin 2027. Projekt ligji parashikon gjithashtu që pranë misionit shqiptar në Këshillin e Evropës të rritet niveli i përfaqësimit në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut, me 1 ose disa avokatë të shtetit, pasi aktualisht përfaqësohet në nivel juristi. Një blok shkurt me lajme na një tani me zhvillimet e tjera. Policia ndaloi një nga personat që dyshohet se është përfshirë në grabitjen me armë të një argjendarie në Kamëz më 16 maj. Elez Hysa, 22 vjeç, u arrestua në malsinë e Krujës dhe në banesën e tij policia gjeti rroba dhe sende të djegura që dyshohet se janë përdorur në grabitje, por ende nuk janë gjetur motori dhe arma. 22 vjeçari me precedent penal për kultivimin e lëndëve narkotike ka mohuar përfshirjen në grabitje. Policia thotë se ka identifikuar edhe autorin tjetër të dyshuar. Gjatë arratisjes dyshohet se kanë rënë disa bizhuteri, një pjesë e tyre janë sekuestruar. Reportëve siguron pamjet nga kamerat e sigurisë të vjedhjes në një tabakino në aksin rrugor Elbasan Metalurgjik. 2 persona të maskuar futen në biznes dhe vjedhin një shumë parash rreth 500.000 lekë si dhe paketa cigaresh. Ngjarja ndodhur në orët e para të mëngjesit të së njëjtës. Autorët ende të paidentifikuar janë larguar dhe policia ende nuk ka rënë në gjurmët e tyre për shkak se zona nuk është e mbuluar me kamera. Një 62 vjeçar i cili udhëtonte me biçikletë humbi tragjikisht jetën në një aksident rrugor në unazën perëndimore të qytetit të Shkodrës. 2 automjete u përplasën në njëra tjetrën në kryqëzim, duke lënë viktim burrin që ecte aty pranë me biçikletë. Gjykata e Beratit caktoi masën arrest në Burg për 45 vjeçarin Zamir Skënderi, i cili akuzohet se e plagosi me armë brenda makinës së policit një efektiv që po e shoqëronte drejt komisariatit të Kuçovës. Para tokave të zeza i dyshuari shfaqi pendes dhe tha se ishte nën efektin e lëndëve narkotike. Ngjarja ndodhi më 18 maj kur 45 vjeçari po shoqërohej nga patrulla me 3 efektiv të Kuçovës pasi ishte konfliktuar në ambientet e prokurorisë së Firit. I dyshuari mori armën e efektivit që shoqëronte në sedilin e pas me Arsen Toska, 20 vjeç, dhe e plagosi në kofsh. Në tentativë për të larguar, Zamir Skënderi u arrestua nga 2 policët e tjerë. Armando Milonaj, një 55 vjeçar me banim në Tiranë, u plagos me thik pas një sherri që siç burime thon për Report TV nisi për një vend parkimi. Ngjarja ndodhi në zonën e njohur si Nisharaku. Autori i dyshuar 48 vjeçari Anton Nushaj u shpall në kërkim nga policia. Identifikohet dhe shpallet në kërkim një person nga Durrësi dyshuar si autori i zjarrit të tregut të fruta perimeve në Lushnjë. Nga pamjet e kamerave u zbulua se ai bashkë me një tjetër ende të paidentifikuar afrohen te tregu, ndezin zjarrin dhe largohen. Vijojnë kërkimet për arrestimin e tij dhe identifikimin e personit të dytë.
Forcat luftarake detare në bashkëpunim me Guardiat di Finanza po zhvillojnë stërvitje në gjirin e Vlorës me qëllim rritjen e gatishmërisë, koordinimin institucional dhe forcimin e kapaciteteve për përballimin e emergjencave civile në det, të shkaktuara nga dotja detare dhe jo vetëm. Manovrat po kryhen nga zonat e plazhit të vjetër deri në zonën e Kalas. Mbi 27.000 nxënës të klasave të pesta testohen për vlerësimin e arritjeve, provim i njohur si VANAF në gjuhën shqipe, matematikë dhe diturinë atyre. Të kuptojmë se është i vetmi sistemi drejt që njohim deri tani për të matur dijet tuaja edhe për të marrë gjithë secili notën dhe meritën që i takon. Pikët me të cilat ju do të vlerësoheni do të na tregojnë edhe juve, edhe ne, mësuesve, dhe do të na shërbejnë për të analizuar anët e forta edhe çfarë duhet përmirësojmë në procesin e mësimdhënies. Në ditën e 4 të protestës në kantierin e aeroportit të Vlorës, punëtorët e Mapcos, kompania Begjet Pacollit së bashku me 9 kontraktorët, janë drejtuar me një peticion Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, duke kërkuar ndërhyrje urgjente për zhbllokimin e situatës. Ata pretendojnë se janë dalur padrejtësisht punimet dhe kjo ka sjellë shkelje të kontratave, cënim të drejtave të mbi 200 punëtorëve. Bashkë ndërkohë ndajemi këtu, mirupafshim.